Vera është ajo stin ku në Kosovë vjen edhe një Kosovë. Ata nuk janë mysafirë, por edhe nuk jetojnë këtu. Thjesht ata janë ne. Me një fjalë ata janë thesari më i madh shpirtëror i Kosovës. T'i quajmë si të dojmë, diaspor, mërgjimtar, grybeqar. E vërteta është se kur ata janë këtu, Kosova është e plotë. Mirë se vini në atë vej. Kodrat përmbushjes së obligimeve që ne i kemi tash për pritjen e marrëgatës dhe aktiviteteve që do t'i kemi, kam kërku edhe ma herët për jush, po për ripërsëris edhe një herë, por i kërkoj edhe një herë që të mobilizoni gjithë në këto ditë kur marrëgata jonë do t'jetë këtu. Tashmë ka fillu fluksi i ardhes mërgjimtarëve edhe në këtë kuadër edhe përgatitjet tona duhet jenë në pajtueshmëri edhe me mandatin tonë edhe me obligimet tona ligjore që i kemi. Edhe po kërkoj që të ketë një mobilizim 24 orësh. Jo, unë ka presë në mesën, do nikën për Danimarka. Kosova për neve është vendlindja jo, në vendi ku kemi lindur dhe që të kenë gjithmonë besion e ardhë, me i pa familjen, i pa gjithë. Shoda kalojnë mirë të gjithë. Edhe kthejna për që nështë mirë hatë. Po sakrifikojmë shumë në mund me ardhë, po jeta shumë vështirë atje, edhe pratë, do të thotë javën gjithë shka vesh me mund me ardhë me vizitu lugarin këtu. Ne në kuadër të kabinetit drejtorit përgjithshëm kemi realizu edhe takime me Ministrin e Diasporës, takime këto që kanë pas për qëllim bashkërendimin e aktiviteteve të Policisë Kosovës dhe Ministrisë e Diasporës, që kanë pas të njëjtin qëllim mundësimin e kalimit më të shpejt të kontrollit kufitar në raste kur krijohen kolona apo pritje të gjata për bashkëdhëtarët tanë për kalime kufitare. Bashkëdhëtarët janë edhe ndër udhëtarët tanë të cilët frekuentojnë më së shumti aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Musha më të eshe me ta, knashtë. Qështë? Ma dalë mo me pritjo. Pse me flamor, se me kalzu të manë traditat shqiptare, edhe më duke cilat jenë Danimarë kur dolin, mi priti presin me flamor, kjo u haru pak më përsa kjo më jem shumë ketë për qëta. Ka me flamurin? Gracias.
Për shumë vite bashkëdhëtarët tanë ruajtën gjuhën, traditën dhe zakonet, dhe këtë e bartën tek fëmijët, e fëmijët tek fëmijët e tyre. Kështu brez mas brezi ruhet me kujdes të veçantë dashuria, që siç thon ata, edhe për një therr të Kosovës. Drenicës, edhe bobi ma ka preferua. E gjithë ku jam konë vogël e ku kam qeftelin ku m'dit. E jam unu dhe o hap kursi për qefteli, e mora rostin dhe shkoj. Po me qëse unë vetëm një pjesë të jetës 25 vite kam kaluar në Kosovë. Unë do të thotë jam shumë i lidhur me Kosovën. Po gjoja që është shumë interesante është që ne që kemi shku si të rritur atu, do të mundohem që këtë lidhje ta lëm edhe të pasardhësit tanë të gjenerata e dytë. Edhe kjo është një gjë me të cilën unë çdo herë mundohem edhe angazhohem që ta çojmë këtë kulturë matutje, edhe të zhvillohet edhe të kultivohet. Edhe mendoj që ne kemi një kulturë shumë të pasur dhe shumë të mirë, edhe kemi çka të mburimi edhe çka të kultivojmë. Dhe jena unë dhe i sot të së nuk më imi aktivisht në Kosovës, edhe se kam dalë jashtë në natë ditë në mbejtë për Kosovës. është të pa mujtë në natë me ra, unë mësë me mendu për vendinën të emë për Kosovën, për njërës tonë që i kemë kohë. Për pa gazetë, kur një teme, pise a dalë rilindja në Zvicërus, gazetën e kom pa të pagua me vjetuar. Gazetën më ka orë në banesë. Të flitet për rolin edhe kontributin e mërgatës, duhet jo orët e tëra, por jave, muaj e vitet e tëra, për të përmbledh sa do pak veprimin e madh të mërgatës tonë. Familja jem 100 vjet përpara janë orë prej babimësit në Turqi. 100 vjet. Janë orë prej Istanbullit 850 km në tokat janë, që 100 vjet në tokat janë të nejtë. Sefte, mas pore, unë jo morë ko, prej që 100 vjet e kënej, unë jo morë ko. As gjyshi, as gjyshja, as boba, as nauna, kur kush së ordë, deri sot. Zotë Ministri, televizion dhe kanë në Turksat me mujti me qitë, me këqyrna, mos me harru guhen me këqyrë, qytë me thonë. Po kemë qef me pos rëtekan në Turksat. Bence ne doğduğun yer ne de doyduğun yer önemli olan ırkının geldiği yerdir. Benim ırkımın geldiği yerde buraları, Dardanya, Kosova yani. Benim için buranın yeri çok ayrı. Flasim njëjtën gjuhën shqipe, po aty ku rastisht diçka nuk më kuptoni, nuk më merrni vesh, atëherë thuj hey Haxhi Fatmer ose Orhan nëse keni qenë. Orhan, po. Më thoni që ka dalë besi çka ke të thonë, çapo fol pa lidhje atin? Mësimi në vendet jashtë Kosovës varion, por unë me përgjithësi mund të them se në Suedi është i organizuar shumë mirë, sepse organizohet në kuadër të shkollës suedeze dhe është i përligjur. A ka dikush për juve që din me imitu dikon? Kon. Do ta bëjmë një shfaqje të vogël. Një shfaqje me dëshirat e juja, do me thonë me ëndrat e juja dhe me ato që lidhet me Kosovën. Ju keni me dalë, me na fol, në mikrofon, në qytetin e 5, me 23-in, apo jo shuk? Po, me 23-in, në qytetin e 5. Kë kamp organizohet tash 2 vite me radhë, do të është kampi i parë për si vjetë, quhet gjithashtu edhe shkollë verore për fëmijët nga diaspora, dhe jam shumë e lumtur që kësaj radhe jam e dhënë bashkë me këta fëmijë të përjetojmë qastet më të lumta në bjeshkët më të bukura të Kosovës. Qëllimi natyrisht është që të njihen fëmija mes vete, të njohin gjeografinë e Kosovës, gjithashtu dhe historinë e këtyre bjeshkëve, historinë e Kosovës në përgjithësi.
Norvegji, kemi lind atje që 13 vjetë. Kjo, one që 13 vjetë, po që kena lind që 13 vjetë. Që më pëlqen në të në Kosovë. Valla nuk... Gjithë ka procente që nga pëlqen, valla... Me po gjyshin e gjyshin. Familjen e bërë ma e rëndësishme, ma ta një vinë se në tjera. Balonin, të gjithë na shikonin, ketin e lakmonin. Jemi non-stop në kontakt me të hujt, tentojmë, punojmë që këta të rritën dhe me kulturë shqiptare. Ky interesim për Kosovën, për vendin e Regjinës, nuk është prezent vetëm te gjeneratat e cilat janë lindë Kosovë, por është shumë e pranishme edhe te gjeneratat e reja të cilat janë lindë në vendet të ndryshme të botës. Sepse mërgata jonë ka qenë shumë aktive. Jo, vajza erdhë nga shkolla dhe ishtë nervozu, atje shumë, dhe të ma bon, tha, bab, tha, herën tjetër, tha, kena me shumë Kosovë, tha, me lula ndorë, tha. Me lula ndorë, atje është një traditë që ku të kryet viti shkollor, ju jepin nxonca mësuesve lule dhe mësuesat lule nxonca kush e përfundon vitin shkollor apo diçka tjetër, e kjo do i kemi thonë ato që aq shpejt sa që lula ndorë halat fresta sa i kena, duhen me shumë Kosovë. Edhe kësaj radhe ja kemi bë po ashtu me lula ndorë, veç që kena lula në shtëpi dhe jena orë për Kosovë. Kur jena në shkollë shpesh na thonë, kur jena të vogël edhe kur rritëm në shkollë kështu na thonë mësuesat, a jeni lindë së e ditë na po, ani pra je së e deze. Kur të qojnë krejt në zonësa që janë shqiptarë, jo, shqiptarë jena, nuk jena së e deze. Du me marrë shumë kritika, nuk jam politika, nuk du me hika politika. Se unë si më kaltit asare, ydhin flamur mirë nuk ri. Nuk ka hije me dal një fije që kiti ka njofë si ku që zi. O popol më kështu nuk shkon, do pa bun qa po taniti, pse po lodhësh për këtë ku që zi. Nashta se linda në demonstrata, marë si mjenën që në tote një. Ku që zi, e kam flamurin, ku që zi, e stalis murin, ku që zi, ke bota jon, ku që zi, edhe ka me kon, ku që zi, e kam flamurin, ku që zi, e stalis murin, ku që zi, ke bota jon, ku që zi, edhe ka me kon, ku që Mirdita fëmijë të dashur, sidomos ju të diasporës, sot jemi mbledhur këtu për t'i ndëgjuar këngët më të bukura të fëmijëve. Andaj festa le të fillon, argëtohuni.
Si institucion shtetëror, natyrisht që ne kemi për obligim që të përkujdesemi për mërgatën tonë kudo që është ajo. Jam shumë i vetëdijshëm që brenda një afati kohor është e pamundur që të ketë veprimet e cilat do të kompenzojnë një kohë të gjatë të mosveprimit tonë. Është shumë e vërtetë që ne përkundër faktit që kemi pas mërgatë gjatë gjithë jetës tonë, asnjëherë nuk e kemi patur mundësinë që të hartojmë politika për mërgatën, sepse deri para pak vjetësh nuk e kemi pas këtë mundësi që të hartojmë politika as për njerëzit që kanë qenë brenda për shkak të rrethonave në cilat kemi qenë. Përshëndetje të nderuar televizikues, përshëndetje të nderuar ju bashkëdhetar që jeni prezent këtu sot dhe gjithë ju që po na ndiqni përmes ekraneve televizive të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Jetoj në Zvicër në qytetin e Lozanës dhe marrë në kuiz me përfaqësu Zvicrën. Kësaj radhe fillon grupi i 2 me pyetjen e parë. Kur u botua abetarja e parë? Nën A, 1844. Na sot shumë mirë që na kaluar dhe na ka pëlqyer organizimi shumë mirë për Ministrisë të Diasporës, edhe shumë mirë ka qenë edhe me aktorët e kafnistra. Shumë humoristike kanë bërë, shumë më ka pëlqyer. Jam kënaqur, pyetjet ishin të përshtatshme për ne. Këta i kena mësua edhe ne në qytetin tonë, shkon Shqipe. Kosova për mua është një gjë shumë e mirë, është qyteti dytë kështë, nashta i parë, se këtë familjen kreti kam gjitha e qef me orë këtë, edhe është shumë klasi i madhe. 2 vjetë pa dalë në penzi, më ka rrok një fsharë smuje duarve, edhe e kamve. Edhe mi kanë bo analizat, 2 herë më kanë po në Universitetin e Cirit. 3 javë kom nejtë në universitet. Mi kanë bo analizat krejt, i falimenderua në mjekit Kanzelmoni, të është mjek i lëkurës, specialist. Edhe aj më ka drejtue mu me orë në bojnë të klokotit. Ka u lumtue në internet, une kur jam ordi kum po duart shumë keqë. Për 3 dit kum bo ma mirë, edhe që atash jam shumë mirë. Po ashtu, lidhjet shpirtërore dhe fetare lidhen me Kosovën. Në një farë mënyre, xhamia dhe kisha mbjetuan kohrat më të vështira falë ndihmës financiare dhe morale të bashkëdhetarëve tanë. Bismillahirrahmanirrahim. Milionis pare që përmes juve përshëndes diasporën shqiptare, kudo që ajo gjendet në përbot, dhe t'ju dëshiroj çdo të mirë në jetë, shëndet, harmoni dhe mirëqenje të përgjithshme. Diaspora shqiptare ka pasur një rol të jashtëzakonshëm, duke filluar nga vetë organizimi i tyre në diasporë, pastaj në lidhjet e vazhdueshme që kanë mbajtur me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës, ata kanë ndihmuar çdo segment të jetës shqiptare. Ata kanë ndihmuar familjen, pastaj çështjen madhore shqiptare, duke mos kursyer asgjë nga mundi, djersa, puna të cilën e kanë bërë ata me tërë mallin që kanë pasur me vete në shpirtin, në brendësinë dhe qiltërsinë e tyre shpirtërore.
Ne kemi gjithsejt 4.000 besimtarë, prapërsisht, duke llogaritur me ata që janë në diasporë, dhe shumica prej tyre, do thot jetojnë në diasporë. Ne banor rezidenti kemi këtu gjatë dimrit, por edhe gjatë stinëve të tjera, deri në 700-750 banor. Është një fakt interesant se të gjithë banorët besimtarët tanë nga Stublla, të gjithë i kryejnë ritët, sakramentet këtu në kishën e tyre amë të vendlindjes në Stubbull, pavarësisht se jetojnë në disa shtete në vende të ndryshme të Evropës. Çështja e diasporës është një problem, një lig që ka përsjellur mërgatën shqiptare qysh në kohët e hershme. Ndoshta problemet ekonomike janë ato të cilët i kanë detyruar shqiptarët që herët të dalin të alshojnë në vendin e tyre dhe të kërkojnë mirëqenie diku në gjetiv. Kemi kontaktuar me besimtarët, kemi këfarë namazin e taravive, kemi matë ligjerata dhe naturisht se ju kemi kërkuar edhe ndihmë për të mujtë me ekzistuar medresja, nga se në atë kohë medresja ishte i vetmi institucion i cili metit në dorë shqiptarë. Të gjithat e tjera të ranë në dorë të pushtuesit, medresja ishte kuvend, aty është majtë kuvendi i Kosovës, është organizuar dhe është penguar, është okupu medresja në mënyrë klasike, me të ka atë nëtë kër është dashtë të matë kuvendi. Prindër, sëllën emër donit janë gjithë një kushës. Jam i lindur këto në fshatin Stubbull e Epërme, jetoj në vjen të Austrisë prej nga viti 1992. Djali e ka marrën pagzimin. Pagzimi janë hapat e parë të fesë, të krishterimit. E kemi vendosur ta pagzojmë posaçërisht në këtë kishë këtu të Shën Jozefit në Stubbull, sepse edhe ne jemi të pagzuar këtu, prindja e mi edhe baba dhe babgjyshe, të gjithë jemi të pagzuar në këtë kishë dhe kemi dashur që edhe djalin ta pagzojmë këtu në këtë kishë. Që të ketë së paku, edhe pse rritet jashtë në Austri, të ketë së paku në dokument të shënuar kishën e Shën Jozefit edhe fshatin edhe Kosovën, vendlindjen e tij, të parëve të tij. Unë po të pagzoj në mentatit, e të birit, e të shpirtit shenjt, Diaspora shqiptare edhe në të kthyer në vendlindje përveç mjete materiale që ju sjellin familjeve të tyre, ata sjellin me vete dhe reflektojnë ftyrat e tyre edhe mallëngjimin që kanë bërë pothuajse një vit ku janë detyruar që të jetojnë larg familjeve të tyre. Dhe ato buzëqeshjet e tyre sigurisht që bartin në vete një domethënie jashtëzakonisht të madhe. Në fazën e pas luftës në Kosovë, mërgata po ashtu ka qenë faktori kryesor i në radhë të parë i sanimit të pasojave të luftës në Kosovë dhe së dyti në zhvillimin e Kosovës, jo vetëm në aspektin ekonomik, por në të gjitha fushat e tjera të jetës. Dikun vlerësohet rreth 90% të sanimit pasojave të luftës në Kosovë janë nga mërgata jonë. Mundin dhe djersën e tyre, pra pasurinë e krijuar me shumë mund, ata e ruajnë dhe investojnë në vendin e tyre. Jo sepse këtu është më lehtë, por sepse ashtu duhet, thonë ata. Nga Gilani, me 22 vjetë këmë darë në Zvicër, atje këmë punu 2 vjetë i konsum,
jetën time kum kalu gjithmonë 24 vite, do thot 25 vite, vetë rrogës plus tjetër. Pas luftës, dikush duhet të investojë në Kosovë. Pa marrë parasysh se çfarë gjendje, çfarë kushte, se sa angazhimet mëdha janë të investosh në Kosovë. Mirë po prapë se prapë, ja kemi dalë që të investojmë me një vend shumë bukur. Jam drejtori shitës e marketingut në kompaninë Stone Castle, një kompani cila në 2006 është privatizuar nga investitori shqiptar që jeton në Amerikë, sot një Rustem Gecaj. Duke ju falenderuar pronarit tonë dhe kam ngutësisë pronarit që kompania jonë të krijojë një traditë veçantë në sektorin e verave, edhe duke ju falenderuar vullnetit madh të stafit e kompanisë, ne jem duke punuar, duke shpresuar që edhe qeveria jonë nga dalë do të filloj ta shoh realitetin dhe të mendojmë pak më ndryshe. Çdo biznes që niset, ne nuk guxojmë të shkojmë me ato që patjetër do të fitojmë. Se biznesi nuk bëhet në një afat shkurt. Gjithmonë bizneset bëhen në afat gjatë. Çfarë do të thotë në Vali Renç? Femi vetë ka investuar. Sot jam hala sponzori Vali Rençit, po sigur mos isha unë sponsor, po marrë mendje se 80 punëtor nuk të kishin mujtë me funksionu. Për mua është shtatësia më e madhe që ku investu në atë vend që sot janë të plusu 80 punëtor, 80 familje marrën. I kuptojmë gjitha vështirësitë e qeverisë, për ata edhe ne po solidarizohemi me këto vështirësi, por shpresojmë që para stabilizim asocimit apo para hyrjes tonë në Bashkinë Evropiane ne të përgatitemi që të jemi den për hyrjen në Bashkinë Evropiane dhe për konkurimin në tregun evropian. Rrallë ndodh që dikush nga bashkëdhetarët tanë ta bëj dasmën jashtë Kosovës apo ndonjë festë familjare atje. Puna rritet shumë gjatë verës, edhe dimrit kur janë festet e fundvitit, si diaspora kthehet për në Kosovë dhe organizojnë dasme. Për shembull çet javë i kemi pas pra mrena 7 ditë kemi pas 6 dasme diasporës. Ardha e bashkëdhetarëve në numër të madh, domethënë sezonën verore po flasim, ndikon që dhe numri dasmave të jetë sidomos prej periudhës korrikut gushtit kur ata që janë prezant në Kosovë të ketë dasma çdo ditë javës. Prej krejt këtyre dasmave diku 80% domethënë janë dasma të bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë Kosovës. Dina që diaspora është adhuruesi i Dheut, unë vetë jam me diasporës, por unë vetë jam kon ajo. E kena pas vitin e parë ka qenë syni ti faktikisht, okay? Edhe ai burri i shtëpisë, zoti i shtëpisë ka kërkuar që këtë kamarieret më kanë me veshje kombëtare. Në Zvicër që 24 vite. Po, këna me të në Zvicër. Unë e një 2 avri në shpe, tani mas në shkoj. Bona dhe në të shtët shatës. E këtë shumë rëndë, se nuk është letë edhe me shku me në vendin tonë, dhe në lindjen, rrithen, shkollën, shoshnin. Normal që nuk o letë jetë që më, po aty nuk I djetë. Unë jam rritur në pe vogël, pi 4 vjetë kom shku në diasporë, po kur nuk jam ka në rregull me thonë pas një jetë ama atje gjallë. Përveç kom shku një muaj, jam kthy, kom pas familje. A mos kom pasën ta mama ashtu të jetë me thonë mu stacionu aty për një kohë gjallë. E që kjo pak po më bën mu një keq. Pse vetë la vendin tem, se në rrati mësu
me thonë unë kom shkua më nuk kam bilet këthysen. E di që kam e pas vesh një drejtim që qita, gjithmonë kom shku me këthyse, e nasha që ke pak më bën, më një ciklet. Per Juve, Fonten, Cilan, Lyrical Song edhe MC Kreshi. Hey, me Romo Gilan bukur. All right.
s'ka plot njerëz, kështu që po zona, shumë mirë po kalon. Kam krasim që para jush në skenë qytetin tonë të thaj shkurt e tezën. Faleminderit shumë. Unë dëshiroj që të kaloni sa më bukur dhe gjithë bashkëdhëtarëve që kanë ardhur në Kosovë, ju dëshiroj pushimin më të mirë, më të këndshëm. Faleminderit shumë nga gjithë bashkëdhëtarët sepse ata e bën Kosovën me kontributin e tyre. Faleminderit, kënaqeni. Kosova i kanana. Kosovë mena, njësoj dyja të i donë zemra. Një Kosovë jashtë e mërgume, një Kosovë në vendeve kume, një kohë të resi në të vjetërën, nuk rini kur njana pa tjetërën. Kjo Kosova është Kosova, është Shqipëria, rresi zemër qiftelia, o sa e madhe, është Shqipëria. Faleminderit shumë. Margata jonë ka qenë faktori kryesor në organizimin e luftës çlirimtare në Kosovë. Jo vetëm me pjesëmarrjen e saj me përkraje materiale, por ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë e përbërë kryesisht nga 33 veprimtar shqiptar të cilët kanë jetuar në Margatë. Dhe roli, kontributi i Margatës tonë në luftën çlirimtare ka qenë jashtëzakonisht i madh. Sot është të në prekaz një ditë e mërgjimtarëve, gjithë mërgjimtarë të bohen sot për më relaksu këtu, cilë punojnë me vite tëra. Mërgjim, një për i tyne jam edhe une që kom punu 40 vite, mërgjimi është shumë i ranë, por në ka shtyër, mos thonë vërfria, zori në ka shtyër për të punuar, për të fjetuar një lek, për të qu familjes që të jetojnë edhe të ekzistojnë të gjallë. Diaspora ka bo shumë për këtë vend, për këtë tokë, për këtë luftë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila e ka da kafshatën e gojës, ka dhonë lekun që të kanë bukë me hangër, të kanë çka me ble me veshje me moth, të kanë me çka me ble një arme për t'i dalë përballë Serbisë. Margata është pjesë e jona. Ajo u detyrua të shkonte për shkaqe politike, për shkaqe ekonomike, për shkaqe që Serbia i kapi me rometë dhe i përzurin nga trojet e veta, po me zemër e me shpirt ajo ishte gjithë një me ne. Dhe këte e tregoj gjithmonë. Edhe me djemë që na i dërgoj për të vdekur bashkë me ne, për lirin tonë,
edhe me ata që i dhanë para për ushtrin tonë, por sa përfunduan luftimet. Nuk dije se ku ishte minuar, ku s'ishte minuar. Krejt ata shqiptarë që u detyruan të lëshonin trojet e veta të iknin, u kthyen të gjithë me fëmijë, me teshe, me kotesh. Ky ishte shenjë që shqiptarët janë advetarë dhe nuk ikin nga vendi vetëm nga zori. Kosova është e lidhur shumë afër me mua. Po sigur edhe miliardat ti kisha, ti ishe sigurt. Ju më thonë edhe në televizionet tjera. Ti një sigurt do të investesha në Kosovë. Nuk do t'i marrësha me vetën se t'i lasha në banka, se nuk kam vleftë. Po miliardat edhe njerë ti kisha, do të kisha me investu. Edhe shumë do t'i thras, edhe shokët e mi, se sekretari e stacionit biznesi që më dhe në Zvicër, do t'i thras edhe ata. E janë investorin në Kosovë, pa marrë pa asysh, se do të kem livërdi sot, pa e paguhet nesër. Sa do që posën të kësia që bojnë që s'nis në ikona, prapë se prapë Kosovë është atë dhe jonë, kena lintu, kena dhe nora me qëllimi jam është këtu me vdekë. Jam shumë i bindur që sa do që ne veprojmë, sot, nesër, pas nesër, kur do qoftë, nuk do të mund të shpagujmë mundin, rolin edhe kontributin që ka pas dhe vazhdan të ketë mbrëgata jonë. I vetëmi shpagim për gjithë ata që sot nuk janë në këtë jetë dhe kanë vepru gjithë jetën e vetë, për ata që sot janë në jetë dhe kanë vepru dhe veprojnë. I vetëmi shpagim është ndërtimi i një shteti demokratik, funksional, i një shteti ku sëndon rendi edhe ligji, i një shteti që fare kanë ndërru edhe ndërrujnë njerëzit tonë. Kjo është i vetëmi shpagim. Kosovën dajmë e kina deshtë, dajmë një vorë e kina posë në zemër. Faleminderit shumë, doa Kosova, jam krenar që jam shqiptar. Unë mendoj që senin e parë që mendoj, është me bani një të ardhme, një diçka që më lidhë në stopë, ka me më lidhë me Kosovë, a ne puna, nuk i dija, vetëm nuk e mendoj kur më shkëput prej venit tanë. Ne kemi mesazh për diasporën që të rritë e tyne, thmit e tyne të shkollohen, të bëhen kuadrat mira, edhe të kthehen në Kosovë, të dhënë kontributin, edhe të punojnë që të bojnë një shtet të drejtë e të mirëfillt, që të në merr lakmi Evropa edhe bota, se edhe shqiptarët dinë me bon shtet, dinë me mojt shtet, të hapin venat punës, se rinin e kemi shumë të pastër, po bredhin rrugëve. E u kësha thonë edhe u dhëtësis tonë që le t'i qelin sytë, le të hapin punë që të rritë tonë, mos të lëshojnë Kosovën, po të dhonë kontributin që tu ku kanë lidhë.